السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Atëherë me emrin e Allahut fillojmë, paqe e përshëndetje të çojmë profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi këtë që ndjek rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra që na ndiqni nëpërmjet Akademisë Kalem dhe ju të tjerë nëpërmjet transmetimit live në Facebook, edhe herë Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tema e zgjedhur për sot, siç është bërë edhe lajmërimi, është ditët më të mira të dynjas. Dhe kam për qëllim këtu ditët e para të muajit Dhulhijhe, që në dash Allahu madhëruar hyjnë me akshamin e ditës së sotshme, dhe është temë që është marrë nga hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam, në të cilat thoshte i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam: Inna afdal ayami dunya ayamul ashr. Dijeni o njerëz se ditët më të mira të dynjas janë 10 ditët e para të muajit Dhulhijhe. Dhe gjithashtu thoshte profeti sallallahu alaihi wasallam: Ma min ayamin a'zam 'inda Allah. Nuk ka ditë që t'jenë më të rëndësishme tek Allahu i madhëruar dhe më të mëdha min hadhihi al-ayyam al-ashr, se sa këto 10 ditë e para të muajit Dhulhijhe. Këto fjalë të profetit sallallahu alaihi wasallam na tregojnë për vlerën e këtyre ditëve tek Allahu i madhëruar, dhe se ato janë vendosur mbi të gjitha ditët që ka dynjaja rreth një viti, dhe të cilat sipas kalendarit hënor janë 354 ditë, sipas atij rregulli që ka thënë Allahu i madhëruar profetit e tij sallallahu alaihi wasallam: Yes'alunaka 'anil ahilla, të pyesin ty o profet për hënët e reja, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, thuaj ju njerëzve se ato janë përcaktuese për kohën dhe gjithashtu për sezonin e haxhit. Dhe me to matet koha, dhe sipas kësaj matje kemi 354 ditë rreth vitit, pastaj të tjerat janë përsëriten me hyrjen e vitit tjetër, dhe ndër këto profeti ynë sallallahu alaihi wasallam veçon 10 ditë e para të muajit Dhulhijhe. Dhe kur thot janë të muajit Dhulhijhe, do të thotë që kanë lidhje me kushtin ose shtyllën e pesë të Islamit, dhe që është haxhi dhe vizita e Ka'bes së nderuar. Dhe kjo shtëpi e Allahut, të cilën e ka përmendur Allahu madhëruar në librin e tij, dhe ka thënë për të: Inna awwala baytin wudi'a lin-nas, e para shtëpi e vendosur për njerëzit në tokë, lalladhi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil-alamin, është ajo që është në Mekë, e begat dhe orientim për mbar njerëzit e botës. Dhe thot në shumës për të përfshirë çdo njeri në çdo skaj të botës, pa dallim ngjyre, race dhe krahine apo zone prej secilës ai vjen. Dhe ky vend apo ky objekt gëzon tek Allahu madhëruar disa veçori që nuk i gëzon asnjë objekt tjetër. Ka thënë Allahu madhëruar për të dhe ka njoftuar se është vendosur në një vend të shenjtë dhe që është Meka e nderuar. Këtë vend të cilin Allahu madhëruar e ka shejtëruar që në ditën e parë të krijimit të tokës dhe të qiejve, që atëherë është shejtëruar ky vend, dhe vendi i shenjtë do të thotë që aty janë të ndaluara, gjëra të ndaluara marrin përmasat e tjera tek Allahu madhëruar. Zullumi, padrejtësia, cënimi të drejtave të tjerëve, në çdo vend janë të ndaluara. Ama në këtë vend ato marrin përmasat e tjera, kjo sepse Allahu madhëruar ka dashur që ky vend të vizitohet nga njerëzit dhe të arrijnë njerëzit të qetë, pra të sigurt në lidhje me jetën e tyre dhe me pasurinë e tyre, dhe të mos alën ata njerëzit nga frika për to. Dhe kështu ky vend është vend i shenjtë që në kohën e krijimit të qiejve dhe tokës. Pastaj ky vend ka mbritur në të tek ai Ibrahimi alayhis salam, dhe ky është ndërtuesi i kësaj shtëpie. Ibrahimi alayhis salam, profeti më i madh në historinë ose prej profetëve më të mëdhenj të historisë së njerëzimit.
u shfaq dhe doli dhe e solli Allahu madhëruar dhe e dërgoi atë në një kohë kur të gjithë tokën e kishte mbuluar idhujtaria dhe i thoshte gruas së tij, siç ka ardhur në hadith, thuaj njerëzve se unë jam vllai jot nga besimi, sepse pasha Allahu në madhëruar nuk ka njeri tjetër mbi faqen e tokës veç meje dhe teje në këtë besim të pastër, në besimin në Allahun e madhëruar. Dhe thoshte Ibn Kathiri, Allahu mëshiroft, thoshte në kohën e tij ka qenë prej besimtarëve Ibrahimi, Sara dhe Luti alayhim salam. Dhe kështu e ndërtoi këtë shtëpi ky profet, i cili e ndërtoi atë mbi bazën e devotshmërisë. Sa herë që ngrinte një gur për ta vendosur në atë mur të asaj shtëpie, thoshte Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. O Zoti ynë, pranoje këtë vepër prej nesh, këtë mund dhe sakrificë prej nesh, dhe ti je dëgjuesi dhe ti je i dishmi. Dhe ti je dëgjuesi dhe i dishmi. Dhe kështu e ndërtoi këtë shtëpi mbi bazën e devotshmërisë, dhe prandaj thot Allahu madhëruar për ato gjëra që kanë lënë profet të Allahut, le mesgjidun ussisa ala taqwa, një xhami e ndërtuar mbi bazën e devotshmërisë, min awwali yawm, që në fillimet e saj, e haqqu an taquma fih, e meriton dhe është me parsore që ti të falesh në të, dhe kjo një prej tyre është Qabeja e nderuar, e ndërtuar nga Ibrahimi alayhis salam. Për veçorive të tjera që ka ky vend dhe që i ka dhënë vlerë edhe kohës, është se vizita e këtij vendi, kur vjen koha vizitës së Qabes dhe të haxhit, Allahu madhëruar për t'ia mundsuar njerëzve ka shejtëruar dhe kohën. Dhe kjo për faktin se duke ditur se njerëzit jo gjithë banojnë në vendet e shenjta, atëherë edhe ata që vijnë nga larg duhet të jenë të sigurt. Dhe kështu Allahu madhëruar shejtëroi edhe kohën. Dhe kur vjen koha e haxhit, Allahu madhëruar ka shejtëruar 3 muaj rresht. Muajin para haxhit dhe që quhet muaji Dhul Qa'da, dhe është muaj kur haxhilerët nisen nga vendet e tyre nga 4 cepet e botës për të synuar Qaben për haxh. Pastaj muaji i haxhit dhe që janë veprimet e haxhit, pastaj muaji tjetër pas haxhit dhe që është muaji ku në cilin kthehen haxhilerët dhe që të jenë të ndihen të sigurt në jetën e lidhe me jetën e tyre dhe pasuritë e tyre, dhe të mos lihet ky vend nga frika për to. Dhe të mos lihet vizita e këtij vendi nga frika për jetën dhe për pasurinë. Gjithashtu, prej vlerave që ka kjo kohë në cilën është vendosur vizita e Qabes dhe që kanë marrë vlerë dhe këto 10 ditë, është se në këto ditë zbret Allahu i madhëruar në qiellin e dynjas. Dhe konkretisht kjo ndodh në ditën e Arafatit, Allahu i madhëruar afrohet me krijesat e tij, sidomos në ditën në ata që janë në Arafat, dhe u lavdërohet me prezencën e tyre me lajkeve dhe u thot, çfarë duan robët e mi, kanë ardhur nga çdo gryk e tokës me flokë të shkapërdredhura dhe gjithashtu me trupa të pluhrosur nga shenjat e udhëtimit të largët, dhe kanë ardhur për të kujtuar Allahun e madhëruar. Dhe atëherë Allahu i madhëruar dëshmon përpara me lajke dhe thot, ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Dëshmoj përpara jush se unë i kam falur ata. Kur zbret Allahu i madhëruar dhe afrohet për krijesat e tij, ose afrohet nga krijesat e tij, atëherë bashkë me të zbret mëshira dhe falja e Allahut të madhëruar. Gjithashtu në këtë ditë dhe konkretisht në ditën e 10, dhe që është dita e fundit të këtyre 10 ditëve, në këtë ditë poshtërohet shejtani dhe gjuhet me gur, siç thoshte Ibn Abasi radiallahu ta'ala anhu, ash-shaytanu tarjumun, thoshte haxhilerëve, ash-shaytanu tarjumun wa millata abikum Ibrahima tattabi'un. O njerëz, shejtani po gjuani dhe fenë e babait tuaj Ibrahimit alayhis salam po ndiqni. Dhe të fitosh mbi shejtanin është një fitore e madhe për njeriu. Allahu madhëruar ka njoftuar në librin e tij sa është ermik i egër. I ka thënë njerëzve, elem ahad ileikum ya bani Adam alla ta'budu ash-shaytan. O bijtë Ademit, a nuk jo ka marrë ju besën që të mos
i bindeni dhe të mos e adhuroni shejtanin. Innahu lakum aduwwun mubin. Ai është për ju një armik i egër. Një armik i egër që ndërhyn dhe depërton tek njeriu nëpërmjet dëshirave dhe frikës ndaj të keqes, dhe kështu i shndron njerëzit në rrobat e tij, dhe të dalesh mbi atë cytit e tij dhe të japësh përparësi kënaqësisë së Allahut mëdhëruar. Kjo është fitore e madhe. Kjo është fitore e madhe dhe ndodh në ditën e 10 kur ata gjuajnë pra me gur shejtanin dhe poshtërojnë atë. Po ashtu në këtë ditë besimtarët caktojnë një pjesë pasurisë së tyre dhe ndajnë dhe sakrifikojnë atë për hir të Allahut mëdhëruar, dhe këto janë kurbanet. Dhe kjo ndodh gjithashtu në ditën e 10 të këtij 10 ditësh të muajit Dhulhijhe, dhe që është dita e festës. Ata thonë Bismillah, Allahu Akbar, dhe japin pasurinë e tyre për hir të Allahut. Allahu mëdhëruar ka thënë në librin e tij: Inna Allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Allahu mëdhëruar ka blerë prej besimtarve, ka blerë prej tyre shpirtat e tyre, jetën e tyre, dhe ka blerë gjithashtu dhe pasuritë e tyre, dhe në këmbim për to u jep xhenetin. Kështu ata japin gjithçka për hir të Allahut mëdhëruar dhe afrohen tek ai në këtë ditë, dhe për shkak të këtyre vlerave të mëdha që ka këtë ditë tek Allahu mëdhëruar, i ka përmendur në surën El-Fajr duke u betuar në to. Thot Allahu mëdhëruar në surën El-Fajr: Wal fajr, pasha agimin qëndrin, wa layalin ashr, dhe pasha netet ose 10 netet që janë, siç thon komentuesi të Kuranit, 10 ditët e para të muajit Dhulhijhe. Dhe gjithashtu pastaj thot Allahu mëdhëruar: wash-shaf'i wal-watr, pasha atë që është çift dhe atë që është tek. Dhe thot sërish Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, ajo që është çift është dita e kurbanit, sepse është dita e 10 e muajit Dhulhijhe, dhe ajo që është tek është dita e Arafatit. Wal-layli idha yasr, dhe pasha natën që lëviz. Pastaj thot Allahu mëdhëruar: hal fi dhalika qasamul lidhi hijr, a nuk është ky një betim i mjaftueshëm për çdo gjë, për çdo kënd që është i Zoti i mendjes dhe ka logjik, për treguar se te këto net dhe ditë përfshihet një rëndësi ose përfshihet një mirësi e madhe, çfarë tregon për vlerat e këtyre ditëve. Vëllezër dhe motra, për shkak se këto ditë janë të begata dhe me vlerë tek Allahu mëdhëruar, dhe i pari që i ka përmendur ato është Ibrahimi alayhis salam, atëherë që nga kjo ditë të gjithë profetët e Allahut mëdhëruar të ardhur pas Ibrahimit alayhis salam kanë qenë në dieni për to, deri sa janë përmendur edhe me Musain alayhis salam, ku thot Allahu mëdhëruar në ato ditë që i dha atij Teuratin, thot wa wa'adna Musa 30 lejla. Thot Allahu mëdhëruar, ne i premtuam Musait për t'i dhënë atij Teuratin 30 ditë. Wa atmamnaha bi 10, pastaj ja plotsuam atij me 10 net të tjera. Fatamma miqatu rabbih 40 lejla, dhe kështu u plotsua takimi dhe u realizua takimi me Allahun në plotësimin e 40 ditëve. Dhe thoshte Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, 30 ditë të para që ka përmend Allahu mëdhëruar ishin 30 ditë e muajit Dhulqa'da, dhe që është muaj para haxhit, dhe pastaj ja plotsoi Allahu mëdhëruar këtë premtim duke shtuar dhe 10 të tjera, dhe janë pikërisht 10 ditët e para në të muajit Dhulhijhe, që kur u plotsuan i dha atij pastaj Teuratin dhe e mori dhe u asolli atë Beni Israilve. Kështu nuk është çudi që edhe Musa alayhis salam t'i ketë njohur këto ditë, sepse ai është pas Ibrahimit alayhis salam, dhe kush ka ardhur pas Ibrahimit ka qenë në dieni të vlerës së këtyre ditëve, dhe gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam e ka përmendur atë kur thoshte sallallahu alaihi wasallam, sikur po shoh Musain alayhis salam duke zbritur nga kodra që janë rrugës për Mekë,
duke thënë lebejk Allahume lebejk, të përgjigjem ty o Allah, të përgjigjem. Dhe që janë thirrjet e haxhilerëve që nisen për në Qabe dhe për ta vizituar të vend të shenjtë. Dhe kështu këto ditë janë më shumë vlerë tek Allahu i madhëruar, dhe fakti që kanë vlerë, atëherë ka dashur profeti ynë sallallahu alaihi wasallam dhe e ka njoftuar, pra është njoftuar nga Allahu i madhëruar se edhe puna e mirë merr vlerë në këtë ditë. Thoshte profeti sallallahu alaihi wasallam: ma min ayamin al-amalu as-salih ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayam al-ashr. Nuk ka ndonjë ditë që puna e mirë të jetë më e dashur tek Allahu i madhëruar se këto 10 ditë e para të muajit Dhul-Hijja. I than: wala al-jihadu fi sabilillahi ya Rasulullah. As edhe gjihadi në rrugën e Allahut dhe lufta në rrugën e tij nuk është në këtë grad, o i dërguari i Allahut. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam tha: wala al-jihadu fi sabilillah. Tha as gjihadi në rrugën e Allahut nuk është në këtë grad. Illa rajulun, me përjashtim të një burri, kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bi shay. Përveç atij që del në luftë në rrugën e Allahut me shpirtin e tij dhe pasurinë e tij dhe pastaj nuk kthehet më dhe bie dhe martirizohet dhe bëhet shahid. Nëse bëhet shahid, atëherë ky mund të jetë më i miri. Ndërsa nëse kthehet gjallë, atëherë këta të tjerë janë më lart se ata. Kanë arritur tek Allahu i madhëruar dhe nëpërmjet adhurimit gjëra më shumë dhe më vlerë tek Allahu i madhëruar. Dhe këto fjalë profetit sallallahu alaihi wasallam na tregojnë se kur ditët simbolizojnë besimin e drejtë, atëherë ato marrin vlera të mëdha. Adhurimi merr vlera të mëdha tek Allahu i madhëruar. Dhe përderisa ai ka përjashtuar dhe gjihadin në rrugën e Allahut dhe luftën në rrugën e tij, e cila, siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër që është maja e Islamit, përderisa ka përjashtuar dhe këtë punë, atëherë kjo tregon se profeti sallallahu alaihi wasallam ka dashur që në këtë ditë të afrohesh tek Allahu i madhëruar me ato punë që janë bazat e Islamit, shtyllat e Islamit, deklaratat e besimit që i do Allahu i madhëruar në këtë ditë. Gjithashtu namazin që do Allahu i madhëruar ta shohë për besimtarëve në këtë ditë, po ashtu agjërimin, po ashtu sadakan dhe zakatin, po ashtu dhe haxhin dhe që është më kryesorja e këtyre ditëve. Profeti sallallahu alaihi wasallam na ka veçuar nga këtë punë për ata që nuk janë haxh tre punë ose tre veprime të ndryshme. E para prej tyre deklaratat e besimit. Thoshte profeti sallallahu alaihi wasallam: shpeshtoni në këtë ditë fjalët la ilaha illallah, fjalët Allahu akbar dhe fjalët elhamdulillah. Dhe ka qenë një adet i sahabëve dhe i tabiinëve dhe thonin në këtë ditë Allahu akbar 2 herë. Dhe thonin gjithashtu pastaj la ilaha illallah, pastaj thonin Allahu akbar dhe e përfundonin pastaj me olillahi alhamd. Këto deklarata janë të ngjashme me deklaratat që bëjnë edhe haxhilerët në ditët e haxhit, në këto 10 ditë, duke thënë lebejk Allahume lebejk, të përgjigjem ty Allah, të përgjigjem, lebejke wa la sharike lek, të përgjigjem ty dhe nuk ka rival dhe asortak për ty. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk, vërtet lavdia, pushteti dhe mirësia janë në dorën tënde, la sharike lek, nuk ka të adhuruar dhe nuk ka ortak për ty. Pathuajse deklaratat e ngjashme dhe që janë bërë si për haxhileret, ashtu dhe për ata që janë pra jashtë vendit të haxhit. Gjithashtu ka veçuar profeti sallallahu alaihi wasallam dhe agjërimin, sidomos agjërimin e ditës së 9 dhe që është dita e Arafatit. Në këtë ditë thoshte profeti sallallahu alaihi wasallam: shpresoj prej Allahut që Allahu madhëruar t'i falë gjunat e 2 viteve, vitit para kësaj dite dhe vitit pas saj. Para këtyre ditëve dhe vitit pas tyre. Dhe kështu shpresonte profeti sallallahu alaihi wasallam se duke ndjekur haxhilerët në punët e tyre nëpërmjet agjërimit,
edhe ata që janë jashtë haxhit do arrin shpërblimin e tyre në dasht Allahu madhëruar dhe do kenë pjesën e tyre për shpërblimit. Po ashtu ka veçuar profeti sallallahu alaihi wasallam dhe një punë të tretë. Dhe nëse këto të dyja janë punë të pëlqyeshme, atëherë këtë të tretën shumë prej dietarëve mendojnë se është detyrë dhe kjo është kurbani. Dhe prandaj është specifike kësaj sepse edhe kjo festë quhet festa e kurbanit. Thoshte profeti sallallahu alaihi wasallam: "Fi kulli 'am, ala kulli ahli bejtin fi kulli 'am udhiya." Thoshte profeti sallallahu alaihi wasallam, në çdo vit, për çdo familje duhet një kurban, dhe kjo është kurbani i Bajramit. Dhe thoshte profeti sallallahu alaihi wasallam, thoshte: "Men wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Ai i cili gjen dhe ka mundësi të bëjë një kurban dhe nuk e bën atë, atëherë mos i afrohet vendit ku ne falemi, sepse nuk e meriton atë mirësi që i ka dhënë Allahu madhëruar kësaj kohe nëse nuk bën detyrën e saj dhe që është pra kurbani. Kurbani ka simbolizon ndjekjen e Ibrahimit alayhis salam, por që ka shumë dobi për atë që e kryen, sepse siç Ibrahimi alayhis salam largoi të keqen nga biri i tij me këtë kurban dhe u zëvendësua me një kurban, ashtu dhe besimtari largon veten e tij nga zjarri i xhehenemit kur bën kurbanin e tij. Kjo simbolizon kurbani, sepse Ibrahimi alayhis salam është ndjekja e Ibrahimit dhe ai ka larguar me të keqen nga biri i tij dhe zëvendësoi atë me një kurban. Vëllezër dhe motra, këto janë kjo është vlera e 10 ditëve të para të muajit Dhul-Hijja, për cilat Allahu madhëruar ka njoftuar se janë ditët më të mira të dynjas, dhe gjithashtu këto janë disa punë që ka dashur Allahu madhëruar të shohë të besimtarët, dhe duke theksuar 3 prej tyre, sepse jemi duke u futur tani në orët e para të muajit Dhul-Hijja, dhe ato që ka theksuar profeti sallallahu alaihi wasallam janë deklaratat e besimit: Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd, dhe gjithashtu agjerimin e ditës së Arafatit, dhe të mos harrojmë dhe detyrën ose punën më kryesore, dhe që është kurbani në ditën e 10 dhe në ditën e festës. Këtë ditë duhen shfrytzuar, dhe për këtë më kujton një fjalë të një poeti të hershëm arab, kur thoshte me ato fjalët e tij të ëmbëlta: "Ne në çdo moment drejt e xhelit shkojmë, moshat tona janë faza dhe ato shpejt kalojnë, largohu nga kjo botë devotshmëri duke mbajtur, pak ditë është jeta jote dhe ato duhen ruajtur dhe mbushur me punë të mira." Njeriu në këtë botë ka 2 karakteristika: jeta e tij është e kufizuar dhe e xheli është në dorën e Allahut madhëruar dhe ai pret nga momenti në moment të vijë, dhe e dyta, mundësitë e tij gjatë jetës janë të kufizuara dhe jo çdo moment mund t'ia kushtoj ai Zotit e tij. Sot mund të jetë smur, nesër mund të jetë i angazhuar me diçka tjetër, pas nesër moshohet dhe mplaket dhe nuk arrin të bëj atë që mund bënte kur ishte i ri, dhe kështu mundësitë kufizohen. Prandaj le të shfrytëzohen atë ditë kur Allahu madhëruar ka dhënë ose ka hedhur begatinë e tij mbi to, dhe le të shfrytëzojë besimtari moshën e tij të re dhe shëndetin e tij për t'u afruar Allahut madhëruar në këtë ditë. Dhe wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, dhe lutja jonë e fundit është themi falëndrimi i takon Allahut Zotit të botrave. Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walir rasul idha da'akum lima yuhyikum. O ju që keni besuar, përgjigjeni Allahut dhe profetit e tij kur ju fton në atë që ju gjallëron dhe ju jep jetë zemrave të tuaja ose të juaja. Dhe gjithashtu dhalike wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Thot Allahu madhëruar,
kush i respekton shenjat e Allahut madhëruar, atëherë kjo tregon për devotshmërinë e zemrave.